Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim me selamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja mëshira e Zotit qoftë me ju kudo që jeni. Jemi me emision e radhës në studion e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Havollën si çdo javë. Edhe me qenë se në emisionin e kaluar kemi folur gjerësisht për hadithin mursal, fillimisht neve sot pyetjen e parë do të rikujtojmë disa definicione profesor për shikuesit tanë se çka quajmë edhe një herë hadith mursal, që mos më pas nevojë më u kthye mbrapa me qenë se sot është pjesa e dytë e emisionit që do të miremi me hadithin mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walahu ila yawmiddin. Po mendoj se është me rëndësi me pas qartë pas pari për çka jemi duke fol, sepse ky term është njëri prej ose kjo çështje është njëra prej çështjeve që ka ndikim të dukshëm të qartë në divergjencat në mes juristëve islam, mes shkollave juridike, që disa shembuj do t'i marrim sot gjatë kësaj trajtese. Po për ata kem nevojë me post shumë qartë çka është hadithi mursal. Kur kemi fol në javën e kaluar, na kemi fol atje ne kemi detajzuar kuptimin gjuhësor, kuptimin terminologjik, dallimin e mursalit të dietarët e hadithit. Çka e trajtojnë hadithin mursal, çka është hadithi mursal si term tek këta, dhe me ato në një farë mënyrë është synuar që ndëgjuesi dhe ai që na përcjell, sidomos kom fjalën për hoxhallarët e imam të xhamive, që me pas të qartë për çka jemi duke folur, se hadithi mursal i cili në një farë mënyrë nuk është bollë i qartë, dhe edhe kur është shkruar diçka rreth tina në gjuhën shqipe, është thonë vetëm ajo forma që disa qartë që ju pëlqen. Për ata na kemi post qef që me përmend gjitha mendimet e dietarëve të hadithit dhe dietarëve të usulit, fekut dhe rreth terminologjisë dhe si e kanë definuar dhe përkufizuar hadithin mursal ata. Kur të kemi këtë të qartë, na bëhet e qartë një pikë që neve vazhdimisht e kemi përmend dhe qëllimisht e kemi përmend, ajo është se çështjet në shkencën e hadithit, sikur në shkencën e fikut, thuaj se të gjitha janë të ndërtuara mbi ijtihad, që do të thotë s'ka tekst formës prerë. Nuk kemi hadithe sa jetë pe Kur'anit, sa hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka është hadithi mursal. Jemi munduar, kemi bërë terminologji, dietarët e hadithit janë ulë dhe janë munduar me dhon emën çdo tashmë quhet madrit, çdo defekti i cili është në hadith. Defektet e shumta që ata merren, që janë fushë e fautyre që gjithashtu i kemi dhënë rëndësi, edhe ai është dashur me kon, është rruga problemet dhe defektet që na paraqiten në sened ose në isnad të hadithit ose në rrugën e transmetimit dhe transmetuesit, dhe varësisht çfarë defekti është, quhet me emër të caktuar, me term të caktuar. Po këto terme shohim që dietarët e hadithit vet kanë mendime të ndryshme rreth tyre. Për arsye se nuk janë sene të formës së prerë, janë sene që mas rezultati i një studimi pak në çështje mas studioze në çështje, dhe vjen në përfundim dietari i hadithit dhe e pranon ose se pranon atë që dietarët e hadithit e kanë thonë më herët. Por ata hadithi mursal që neve sot punojmë me definuar ose me rikujtuar edhe një herë, praktikisht kapi dietarët e hadithit që kanë thonë hadithi mursal është kur tabiu i madh ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kjo është një prej definicioneve. Thotë kur të mëdhejt e gjeneratës së dytë, pa e përmend gjeneratën e parë, pa e përmend sahabiun fare, thotë ka thonë pejgamberi alayhis salam. Tabiin të mëdhej dhe të vegjël ne jemi munduar me bë dallimin në javën që shkoi. Tabiin të mëdhej janë ata që
praktikisht në moshën konë më afër sahabëve, se kanë mërri pejgamberin, po i kanë mërri edhe shumicën e sahabëve dhe sahabët e më gjatë kanë jetuar me ta, do thotë po. Ndërsa tabiin e vegjël janë ata që praktikisht kanë lindë më vonë dhe shumica e sahabëve kur kanë lindë, këta kanë vdekur praktikisht edhe nuk i kanë mërri, por përveç një pjesë të vogël të sahabëve, edhe ata sahabët më vonë. Edhe faktikisht profesor se cili rang i haditheve është shkencë vetë. Po shkencë. Prandaj edhe po duhet më kthy aty që po tash për ata i përmendin këto besaruar që me pas qartë që ata që kanë dhënë këtë definicion për dietarëve të hadithit e kanë fjalën për një rang caktuar të hadithit mursal ose shkputjes në rrugë transmetimit, që ajo është hallka e parë mungon. Do të sahabiu, shoku i pejgamberit, ai që ka marrë drejt për pejgamberit alayhis salam. Kush e ka marrë për i tina, kush edhe s'ka kallëzu për i kujnë e ka marrë, është tabiu i madhë. Tabiin, gjenerata e dy që i kanë dhënë shumicën e gjeneratës së parë. Kjo është në. Po, ka tjerë djetarë të hadithit tonë, jo, nuk o fjara veç, po krejt tabiin hynë në këtë kategori. Si ke tabiu i madhë, ose i vogël, gjithë hadithet, transmitimet e tyre konsideron hadithet mursal. Tjetëri vjenë thëtë, jo, është fjara hadithet mursal, si thonë disa prej djetarëve të hadithet, disa prej djetarëve të usulit hadithet, thëtë, qawlu radhi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kur transmetuesi thëtë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se përmend ata që janë para tina që ndërlidhet, do të pa marrë parasysh çfarë do gjenerate qoftë. E këtu i hyn tani të gjitha ndërprerjet praktikisht që edhe ato kanë terme të veçanta në shkencën e hadithit e na se jemi ndërmend me i përmend sot. Po këto mendime të ndryshme, na po i përmendum me e botë qartë që dietarët e hadithit vetë kanë divergjenca në definicione. Si rezultati i kësaj tani ka probleme edhe në seri, me kështu që na kemi për shembull me bëm me marr librin e Ibn Salahut, që është mukaddimi i njohur në mustalahul hadith, shkencat e hadithit. Ai ka më shumë se një seri, ose një komentim. Po të gjitha komentimet janë zakonisht serimet të rasteve të caktuara, po më shumë janë kritika praktikisht. Kur autori që shkruan Masanena, Ibn Salahin se e kritikon në çështje të caktuara, ose e plotson pse që si ka përmendur dosh me i përmend, ose definicionin që e ka dhënë nuk është gjithë përfshirës, ose i duhuri për ata që kanë ardhur mas tyre se është fjalët e Hafidh al-Iraqi ose Ibn Hajeri më vonë, edhe shumë prej tyre që janë marrë me komentimin dhe kritikat që ja kanë bërë Mukaddime së Ibn Salah, që konsiderohet në una prej librave më të popularizuara dhe të njohura të mustalahul hadith, të mustalahul. Kështu që pa marrë parasysh a është fjala për atë që thotë se tabiu i madh, kurse përmend sahabiun, ka thonë pejgamberi sallallahu ose i vogli ose ata më poshtë, sido që të jetë të shumë prej dietarëve konsiderohet hadithi mursal. Me fjalë tjera, kur mungon pjesa e fillimit të zinxhirit, ose nëse thënë fillimi prej tash pejnesh, atëherë po them zinxhirët e hallkat e fundit të zinxhirit që na ndërlidhen te pejgamberi. Me disa ai që është më afër pejgamberit, po praktikisht po, ndërsa praktikisht te dietarët e mëthebit ton zakonisht kur përkufizohet dikush prej 3 gjeneratave. Kur thot ka thon pejgamberi alayhis salam dhe si përmend zinxhirin prej kujt e ka marr hadithin. Pse i kanë veçuar 3 gjenerata dietarët e mëthebit ton? Për arsye se pejgamberi alayhis salam i ka veçuar këto 3 gjenerata. Khairul quruni qarni, gjenerata më e mirë është gjenerata ime, do të sahabët. Thumma alladhina yalunhum, pastaj gjenerata që vjen pas tyre dhe thumma alladhina yalunhum, edhe pastaj gjenerata që vjen pas tyre. Dhe ka përmend 3 gjenerata, në disa rivajete të hadithit ka ardhur thumma yafshu al-kadhib, pastaj përhapet rana dhe shpifja gënjeshtra, edhe prej aty praktikisht me hadithin veçu këto 3 gjenerata. Kur është fjalët e Hanefit, zakonisht nuk gjithherë mendimin e tyre e marrën për librave të huaja. Për ata këto pika ku mos e mundur pak më gjërë dhe gjatë. Ne përshëquesit me çeve kisha lexuar fjalët e Sheikh Shuaib Arnautit, i cili ka bën një hyrje kur ka verifikuar dhe ka studiuar tekstin e Marasilit, El Marasil të Ebi Davudit. Abu Davudi, autori i Sunenit që është, njëri prej 4 suneneve të njohura, e ka një libër me emrin El Marasil.
kur kem paston javën që shkojnë trajtesën e kaluar se numri i murselit është jo i vogël, ata që e refuzojnë, të refuzojnë një pjesë të madhe të haditheve, veç te Abu Davud janë diku 544 hadithe. Sheikh Shuaibi kur ka bërë tahqiq tekstin librit dhe verifikimin e krejt transmetimeve, në fillim e ka bërë një hyrje ku e ka definuar çka është hadithi mursal dhe është në veçanti dhe disa prej dietarëve kur fjalët të qëndrimi rreth hadithit mursal. Dhe kur ka orte Hanefit, sepse ka pas nevojë më sharrua, ka pas si nën titull Raj el-Imam Abi Hanife fil mursal, do të ka sharrua. Edhe thot tekstualisht në të thot fa amma Ebu Hanife wa ashabu, Ebu Hanife dhe nxënësit e tjera, shkolla e tina, rahimahullah, Allah i paqëmshirua, fakat قبلوا الحديث الذي يرسله التابعي والتابع التابعي. Definon, është jo çdo kush. Po te shumica dërmuese dietarët e usulit hanefive është fjala për murselin e gjeneratës së dytë dhe gjeneratës së tretë. Me kusht që ai i cili vepron kështu do të e fshin ose nuk e përmend rrugën e transmetimit prej tina ose pej tabiut ose pej tabiut te pejgamberi alayhis salam me kon pej dietarëve të besueshëm. Do të thotë çdo kush kur thotë ka un pejgamberi alayhis salam e pranojmë se ka un pejgamberi salam. Po dikush pej gjeneratës së dytë, nëse thotë ka thon pejgamberi e fshin sahabiun, do të me kon pej besueshmëve. Nëse dikush pej gjeneratës së tretë, se gjenerata e tretë është hinë në atë hadithin, thotë ka thon pejgamberi alayhis salam, nuk e pranojmë çdo kush që thotë pej tyre, po e pranojmë ai që është i besueshëm dhe i cili wa yu'rafu ma yarvi për vetëm prej thiqatëve, prej transmetuesve të besueshëm. Vetë do të me qenë i besueshëm dhe që transmeton vetëm prej të besueshëm. Kemi studiuar librat e tina, atij transmetuesi, atij dietarit të madh prej tabiin ose tabiin, kemi pa që ai kur thotë ka thënë pejgamberi alayhis salam pranon me shpif. Po gjithë hadithin e ka marrë pe diku që është i besueshëm, por ata kur i ka thonë Shobe, i ka thonë Ibrahim an-Nakhaiut, pe dietarët më të tabiinëve, ka thonë e ka vetë për çështje të caktuara, për rivajete të caktuara. Ky ka thonë Ibrahim an-Nakhaiut, ka thonë Abdullah ibn Mesudi, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Po Ibrahim an-Nakhaiut se ka mri Abdullah ibn Mesudin. Ta Shobe apo i thotë kur të më thuash ka thonë Abdullah ibn Mesudi, kallzon prej kujt e ke marrë. Të dim ai që e ka marrë për Abdullah ibn Mesudit çfarë burri është. Do të përfshin hallkën mes teje dhe Abdullah ibn Mesudit. Edhe Ibrahim an-Nakhaiut, kjo është ajo pika që është shumë e rëndësishme për ata që duan të studiojnë rrugët e transmetimit. Thotë kur thon ka thon filoni, ka thon Abdullah ibn Mesudi, atëherë dihet që atë transmetimi ku mor pe çati filonit, pe Abdullah ibn Mesudit. Ndërsa kur thon ka thon drejt për drejt Abdullah ibn Mesudi, atëherë dihet që e ku mor pe Abdullah ibn Mesudi pe 10 njerëzve. Po ata me ti buk kallabllak, po të kursej. Po. Do të pe anash kalej sa mos më përmend. Do për çka nuk e ka përmend, ka bësh shkputje Ibrahim an-Nakhaiu, ka bësh shkputje për arsye se numri mes ti dhe Abdullah ibn Mesudit në rast të caktuara ku shumë i madh. E kanë dëgjuar atë është edhe logjikshme faktikisht. Pe shumë nxënësave të Abdullah ibn Mesudit. Po. Se kanë rri gati krejt nxënësat e Abdullah ibn Mesudit, Ibrahim an-Nakhaiu. Ndërsa kur ka thon filoni, ka thon Alqamia, ka thon Abdullah ibn Mesudi, atëra atë rivajet transmetim e kanë dëgjuar veç pe Alqames, pe Abdullah ibn Mesudit. Ndërsa kur thot ka thon Abdullah ibn Mesudi, i fshin ndërmjetësimin mes ti. Një hall do thotë. Po, atëra kanë thon një numër i madh. Që kjo na bën për ata kopi Hanefi kanë thonë që kur janë dietarë të besueshëm dhe është transmetues është dietar dhe i besueshëm dhe transmeton vetëm prej besueshmëve dhe e fshin rrugën e transmetimit, atëherë në rast caktuar më i fuqishëm se rruga e transmetimit kur e përmend. Se kur e fshin çështë me 10. Ndërsa kur e përmend është veç një. Veç një. Para ta në disa raste kanë thonë murseli, hadithi mursel është më i fortë se hadithi musnad, që ka rrugën e plotë të transmetimit. Vazhdon Sheikh Shuaibi thotë për ata ai që kthehet në libra sikur në librin e Jassasit, që është Ebu Bakar al-Razi al-Jassas, një prej dietarëve më të mëdhenj të mëdhëbit Hanefi, imam në fiqh, imam në usul fiqh, imam në tefsir, imam në hadith, kanë gjitha libra që dëshmojnë se i tilla është. Në usul fiqh kanë një prej librave më të mira që shtyp ndonjëherë, është botuar ndonjëherë në usul fiqh, ku pa e lexuar ato praktikisht kush s'ka drejt të thonë që Hanefit e kanë këtë qëndrim
në kapitujt të usuli fikut, sidomos në shkencën e hadithit, i cili praktikisht e shohim që qartë në librin e tina thotë që definicion që ka pru Sheikh Shuaibi. Thotë neve me dhebi jonë të na është që pranohen murseli i sahabiut, i tabiinve dhe i tabiinve kur është prej të besueshmëve dhe që nuk transmeton vetëm se prej të pra ata s'ka nevojë mi përmend, kur e dim që ajo i besueshëm dhe dietar. Dhe ai që gjithër ku e kena kthyer, ku përmend rrugën e transmetimit, gjithë transmeton veç prej të besueshmëve, ose kur e kemi vet, ku ke marrë që s'pana përmend, ka kallduar edhe ka dalë gjithër i besueshëm, atëherë ka adet atë punë, atëherë praktikisht hadithi i tij pranohet. Dhe është më rëndësi për ata që puna kritikojnë ka pak hadithin mursal të Hanefit sidomos. Thotë Sheikh Shuaibi masi bjen argument që Hanefit se pranojnë që po menojnë të tjerë hadithin mursal pa kushte. Thotë në tjetër në Kitabul Athar, thotë çfarë thotë Sheikh Shuaibi, thotë idha rajana ila Kitabil Athar li Abi Yusuf. Kitabul Athar është një prej librave të Imam Abu Yusufit ku përmend rivajetet transmetimit. Wa ghayrihi min al-kutub allati tuna bi dhikr al-adilla, dhe libra të tjera të Hanefive prej dietarëve që i dhonë rëndësi përmendjes së argumenteve për sunetit. Është fjala تبين لنا هذا اللي شارط الشيخ شعيبي أن المراسيل التي اعتمدها أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه هي مراسيل التابعين وأتباعهم من أئمة الحديث الموثوق بهم المعروف تحريهم وضبطهم. تذكر لازم ليبرة حنفية سيقول شرط كتاب الآثار الإمام أبو يوسف كتاب الآثار الإمام محمد gjithashtu. Na del e qartë se Imam Ebu Hanifja dhe nxënësat e tij imam të hershëm të Hanefive pranojnë hadithet e murselit prej gjeneratës së dytë dhe të tretës kur janë transmetues janë të rangut të besueshëm dhe transmetojnë vetëm për atyre që janë yataharrar al-ma'ruf bit-tahri tahrihim wa dabtihim, që janë me përpikni e kanë dëshmuar gjithmonë të thotë njërin e tyre. Tash na po flasim për një dietari që është tash kalor si fushës. Që i shohë nuk është që s'ne këtë farë muhabeti, se është një prej dietarëve më të mëdhenj të hadithit në shekullin që elam Europa. Ai dëshmon se nëse i studiojmë librat Hanefive kështu, kjo është që rezultati që na del. Kjo është parafërsisht qëndrimi, çka është murseli dhe edhe me rikujtimi. Po, edhe rikujtimi. Atëherë profesor me çan se pak a shumë disa vendeve që përmende, më na fol pak rreth pranimit edhe mos pranimit të hadithit mursel nga una dietarëve. Unë përderisa kjo e kemi përmendur gjithsesi në trajtesën e kaluar. Unë kështu kisha përmend vetëm se me rikujtuar vetëm se hadithin mursel dy shekujt e parë dashtëm me pranue shumica dërmuese e dietarëve në kohën e tabiinëve dhe tabiinëve e kanë pranuar. Pra ta është i qartë Imam Tabariu kur thotë deri në fund në kryet shekullit të dytë kështu vepron, kështu thotë Imam Abu Daudi në letrën që ia drejton banorëve të Mekës. Për ata nëse na del dikush thotë vallahi filoni është pe tabiinëve ose pe tabiinëve se ka pranuar hadithin mursel, atëherë kemi bëjmë me fjalë për individ, ndërsa si tërsi të gjithë e kanë pranuar. Po është kaqen logjikshme se tash kur flasëm vetë dikush për hadith, cili pe dietarëve të hadithit po do valla një meselë që është. Çka çështja bon as bon. Ka keni ndër se Albanin ose Sheikh Shuaibin ose Abdul Qadir ose dietarët e hadithit, unë transmetoj këtë hadith pe filonit, pe fallonit dhe të jo asnjëherë. Bën Xhibileja qellojnë që Abu Daudi se s'kan në rrugë transmetimit veten praktikisht. Po dietarët e hershëm kur kanë pejgamberin sallallahu zakonisht ka përmendur se sahabim ose drejt ka pejgamberi alaihi me përjashtim ato mezliset speciale që ngon të hadithit unë aty synim u kon rruga e transmetimit. Për ndryshe dietarët e mëdhenj që kanë shumë edhe me fikë edhe me hadith pe tabiinëve dhe me tabiinëve po traditë e tyre adet tyre u kon që me përmend hadithin pa rrugë transmetim. Transmetim dhe është pranuar për i tjerëve kur janë kënd besueshëm. Kur janë besueshëm s'pranohet. Për ata kështu kanë vepruar shumica e dërmues dietarëve. Do të them që ata Hanefi dhe të Malikit është i pranueshëm. Mendimi i zgjedhur të Hanbelit gjithashtu është i pranueshëm. Ka plot për dietarëve të mëdhenj që kanë përmendur se hadithi mursal nuk guxon të refuzohet në tërësi. Se hadithi mursal atëre
bie ndesh me krejt ato që është vepruar gjatë shekullit të parë dhe shekullit, gjeneratës së parë dhe gjeneratës së dytë dhe gjeneratës së tretë thuajse gati krejt. Po edhe pe emrave të maj që lakohen të na shpejt, shohim që se të na posicionohet, me thonë hadith Mursali dopt hudhe. S'është ashtu. Faktikisht është e përhapur kjo po. Se kisha ndërmend me ta bëu këtë pyetje, pse të na faktikisht është e përhapur kjo ideja se hadithi Mursali është i dopt, si rredhuja është i refuzuar si hadith pastaj. Kjo është me luftu me dhejbin Hanefi. Kjo është strategji. Me e shkurtë. Shkollave të qorqeve të caktuara, të kaluara tash sidomos bashkëkohore, syribi është kjo. Se nëse na me automatizëm, si themi hadithi Mursal është hadithi dopt, me automatizëm e kemi edhe çështjen bindjen tjetër, që kemi përhapur në xhamat, nëpërmjet shkrimeve të qorqeve të caktuara, specializuar për këtë çështje, si çdo hadithi dopt është i refuzuar. Po. Na do të kemi ligjërat të trajtjes të caktuar që nuk është ashtu. Hadithi dopt nuk është faktikisht shumica e imamëve edhe në hutbë gjithmonë. Nuk është hadithi rajshëm. Deklarojnë. Po, se Sheh Albani i ka shtin në vend. Në libër i ka trajtuar njëjtë edhe hadithin e dopt, hadithin e rajshëm, na kemi plot argumente që është pe mendimeve që s'përkrahet pe shumicës dërmuese të dietarëve të hadithit të kaluarën dhe të tanishmen. Dhe s'ka dietar i hadithit që së mbështet në njënën për i formave të hadithit të dopt. Dhe të flasëm për Buhariun e për Muslimin, për imam të mlaj, më të mlaj që zakonisht i përmenin që hadithin e dopt e kanë halën në sy, se krypën në sy, së është ashtu. Hadithi dopt, së është hadithi rajshëm. Hadithi dopt është se hala nuk kemi dalë mi 50% që ne besu shmërisë. Thëmë të transmituesi, po është po s'është transmituesi rajsh që rënë që dëllojgji, s'është mashtrues, s'është me kona të del hadithi i rëmë, më vdo. Po hadithi cili transmituesi i haron senet, ko harris, memorin e ko pak zhvilluar shumë me senet, po besu shmëria është në nivel. Kështu që për ata hadithi do zakonisht me elemente përcjellse, mund të me përforcues për jashtë zakonisht del hadith që quajnë dietarët e hadithit Hasan li ghayrihi. Ngritën rrongën hadithit pranueshëm për shkak të elementeve të jashtme që ndihmojnë me koni me besu. E kalon praktikisht e merr një dësh. E kalon pragun. Kalon pragun edhe kjo është më së miri që tham këtë çështje. Po për ata këto dy sene janë qëllimisht të bëme. Paspori bindja se hadithi Mursal është hadith që s'pranohet të dietarët që s'është ashtu. Shumica dërmuese kanë pranuar gjatë gjitha kohërave. Kur them shumica, dietarët e hadithit të tjerë, nëse i specifikojnë veç dietarët e hadithit, shumica e kanë konsideruar hadithin Mursal të dopt. Po kjo është dietarët e hadithit që kanë menduar. Ndërsa dietarët e fikut e kanë më ndryshe. Për ata Ibn Rajebi, që me dhëb Hanbelive, thotë rahmetullahi ta'ala alayhi, thotë hadithi Mursal është hadithi dopt shqyquar nga këndvështrimi dhe perspektiva e muhadithinëve. Se dim kush është transmetuesi, e ka defektin. Ndërsa sipas perspektivës dhe këndvështrimit të fuqahave është i pranueshëm, për arsye se fuqahave i intereson kuptimi i hadithit. Si të gjojnë kuptimin i hadithit, që është i kapshëm dhe flan me tekste tjera dhe me paribe tjera, që vjen keq që s'kan gjetë muhadithinët edhe në rrugë transmetimit të shnoshte simbas tyre, po veprojnë simbas hadithit. Por ndryshe, e përmendëm Ibn Taymija, çfarë është qëndrimi i Ibn Taymijas rreth hadithit Mursal. Normalisht për me kon ma i sakt mos me Ibn Taymija këtë çështje e ka përmendur në Minhajus Sunnah, e njohur në librin e tij në vollumin e 4, butimin që kam në faqen 117. Tekstualisht kështu: "El-marasilu kat tanaza'a an-nasu fi qabuliha wa raddiha." Sa i përket çështjes së hadithit Mursal, njerëzit në një farë mënyrë kanë luftur mes vete me kohë rreth pranimit dhe mos pranimit. Do disa pranojnë, disa refuzojnë. Po, refuzojnë. Tash ky po jap mendimin wal asahhu ose asahhu al-aqwal, ndërsa mendimi më i zgjedhur rreth pranimit dhe mos pranimit të hadithit Mursal është se prej tyre, për hadithe Mursal minha çka kemi maqbulun. Në pjesën të pranuar do s'po refuzojmë. Jo ai mendimi që u bë tash i njoftën. Daif edhe hadithi Mursal i dopt, jo prej tyre ka të pranuara. Minha mardudun,
ka disa prej tyre të cilat janë të refuzuar. Wa minha mawqufun. Dhe një pjesë tjetër janë bollë të qarta. Do të skuqojmë me thonë as janë pranuar as sepse s'kemi gjetë elemente me ndihmue që me koni i pranuar. Tash vazhdon. Faman ulima min halihi annahu la yursilu illa an thiqatin. Ai që dihet pe transmetuesve që nuk transmeton vetëm se pe të besueshmive, që ta mos mendimi hanefive dhe të tjerë, ata që pranojnë murselin. Qubila mursalu, pranohet murseli i tina. Ç'ka është? Praktikisht hanefit këtë sa ne thon. Ke pak më herët e përmena që të Sheikh Shuaibi. Dhe kështu kemi libra të usulit ty, po, se pejtrallëve që ka thonë pranohet murseli i tëna korave është Ibn Humami. Ka thonë, pra hadithi mursel pranohet edhe mas 3 gjeneratave, po ka thonë kur ai që el mursel, ai që el çon hadithin, do të se përmend rrugën e transmetimit tani prej të drejtë pejgamberi është min a'immatid din. Tash mos mjafton me kon i besueshëm që nuk gënjeshtë me kon pe dietarët ndaj që me ditue epitetin imam i fes. Sa në përgjithësi për ndryshe koncepti të Hanefit është 3 gjeneratat e para, edhe ai që është i njohur si mursel, që i fshin transmetues para me koni besueshëm dhe me koni njoftën që nuk e merr hadithin përveç prej besueshëm. Tekstualisht thot hadithet që janë të tilla Ibn Taymija thotë që janë të pranueshme. Pranohet qubila mursaluhu. Wa man urifa annahu yursilu an thiqatin wa ghayri thiqa. Ata që janë të njohur që kur pranojnë hadithin ose përmendin e fshin rrugën e transmetuesve, se murseli thuhet çaj që se përmend rrugën e transmetimit me të. Atër kur ai peti dihet e kena studiuar transmeton edhe pe të besueshmive dhe jo pe të besueshme, po kana irsaluhu riwayatan amman la ya'rifu haluhu, të tillëve fa huwa mawqufun. Të tillëve s'dim çfarë më thon. Se tash ai kena studiuar, ka transmetuar pe të besueshmive dhe pe të besueshmive. Tash këta që kemi cilën me ditë, cilës rang është kategori. Për ata kemi mbetë dhe për këtu në këtë rast do të qëndrimi është as se pranojmë as se refuzojmë. As to mund hadith është i refuzuar. As nuk e marrin guxim me pranuar, po as guxim me refuzuar. Po. Ndërsa ma kana min marasil mukhalifan lima rawahu thiqa, ndërsa ata që transmetojnë të bien ndeshme, transmetuesit e besueshëm se ata janë të hullur. Kështu që krejt dietarët e mëdhaj që kanë studiuar në fund mirëfillt nuk kemi asnjë që thon hadithi, ata që kanë bashkuar mes fikut edhe hadithit që refuzohen në tërësi. Kështu kia Ibn Abdul Barrin, kia dietarët e tjerë që të mëdhtë që kanë studiuar Imam Dhahabiun, pavarësisht se Ibn Taymija krejt gati njëjtin mendim, bela ata i përmendin me emra. Filonit pe tabinut ju pranohet murseli, filonit duhet me studiu, filonit nuk pranohet. Ashtu me radhë. E qartë. Tash për të disa shembuj marrë të divergjencave të dietarëve, pranimit ose mos pranimit të hadith mursel, për shembull me pas që me filan hadithin mursel nuk punojnë filan dietarët e filan shkollës juridike, por me të njëjtin hadith punojnë për shembull Hanefit. Ne shkoshi disa shembuj që me kon me e qartë për neve dhe shqiptarët. Po tash na e kemi e kemi sqaruar pe atyre që nuk e pranojnë hadithin mursel janë shumica e dietarëve të hadithit. Mund të themi që në kategori është Imam Shafiu, edhe pse Imam Shafiu është i pari sipas dietarëve që i përmendën më herët Imam Tabariut, sikur jap sinjal që i pari që në kryet të shekullit të dytë, praktikisht ka fundi shekullit të dytë është paraqitur Imam Shafiu. Imam Shafiu ka lindë në vitin 150 hijri, po kur u bë dietar është fundi i shekullit të dytë, pse ka jetuar fundi i shekullit të dytë. Ka jetuar shkurt Imam Shafiu rahmetullahi taala alayhi. Imam Shafiu e ka kushtzuar hadithin mursal, por ata i ka qitë disa kushte. Që i bjen është pranim i hadithit mursal, po tash në kohën e tina veç ka filluar nuk kanë ato gjeneratat që i kanë përmend
që kam rri Abu Hanifja Imam Maliku Pranim po me kushte shumë vështira. Po tash i ka kurzuar sepse tash ka filluar mu përhap dezinformatat e shumë shpifjen hadithet e shpikura është detyruar dhe ai. Është detyruar që me e kurzuar pranimin po. Pra ata kanë hadithi mursal për me pranuar me ordë dhe me një rrugë tjetër mursal, sikur ai. Me bom mursal plus mursal i pranueshëm. Ose ka thonë do të me pas edhe një rrugë musned. Më rrit siguria. Po, atëherë mursali plus musnedi nadel e pranueshëm, apo e pranueshëm. Po ka ose mu dikush prej sahabëve me punue me dhon fatva si Bastina. Ose shumica e dietarëve me pas mendimin në ujdime me te. Do të praktikisht i shohim që këtë kushte që mu bind dhe mu përforcue bindja se po, ose është hadithi pra i pranueshëm. Nëse sigjojmë këto elemente te Imam Shafiu, pa marrë parasysh murseli kujna është, ai gjendëratës dytë atë tretës, sa në ka që dietori po, do ta që transmetohet prej tina na del që e ka veçuar prej tabinëve të mëdha, ka veçuar transmetimin e Said ibn Musayyibit ose Musayyibit, që është prej tabinëve të mëdha. Do të kur thot Said ibn Musayyib edhe te Imam Shafiu, pranohet edhe pse se përmend sahabiun. Said ibn Musayyib se ka mbri pejgamberin alayhis salam. Po ky është një për shembull po që po e ka veçuar këto. Do të njeri besueshim ka plotësuar tona kriteret edhe por ndryshe duhet me i plotësua çdo kushtet përforcuese që i përmendëm. Po megjithatë Shafit tani rrjedhoi edhe muhadithin kanë refuzuar shumicën e haditheve që janë me karakter ose hadithe që e kanë këtë tretman hadithe mursal ku praktikisht atje fundi i rrugës së transmetimit është i fshirë prej transmetuesit tash po të parafundit ose e më radh tash po të ati që është më afër pejgamberit. Po, praktikisht kjo është siç e sqaruam edhe detalizuam te hadithi mursal. Për çështjeve, me bën të çajm pak më të popularizuar të na është për shembull në mëthebin ton nëse qeshum me zonë në namaz, prishet edhe namazi dhe abdesi. Të ata që shpesh kemi pyetje rreth kësaj çështje. Do të nëse keshum me zonë, jo pa zonë, po seshja nuk e prish namazin. Me kesh të shkon pazon, në vete prishet namazi. Me kesh me zo prishet edhe namazi edhe abdesi. Edhe abdesi. Do të më dalë me marrë abdesi, tani me vazhdo namazin, nëse në ose falem vetëm nëse në gjomë imamin, nëse jem të falem me imam. Nëse jem në shpe, do të fillon po. Kështu është çështja. Argument për këtë është hadithi e Ebu Alije Ar-Riyahi, njëni prej tabinëve të mëdhaj, i cili nuk e përmend sahabin për i cilit e ka marrë hadithin e pejgamberit alayhis salam dhe i cili është tregimi që kur pejgamberi sallallahu ka qenë duke u folë me shokët, një i varur ka ardhur dhe në një grup ka munduar dhe u shtrëzuar. Disa prej sahabëve kanë kesh. Ju ka plas gazi. Ju ka plas gazi. Pejgamberi asram kur ka kryer namaz kanë ata që kishin me zo, do të përsërisin edhe abdesin, el-wudu wa as-salata jami'an. Do të ose falyuidu el-wudu wa as-salata në disa rivajete tjera. Normalisht kjo është rruga e transmetimit përmendet në marasile. Abu Davudi e transmeton këtë hadith pa përmend sahabiun po rruga prej Abu Davudit deri te Ebu Alije Ar-Riyahi që e përmendëm tash është transmetuesi i këtij hadithi i cili nuk e ka përmend sahabiun, janë transmetuesit krejt të besueshëm ose siç thot Sheikh Shuaibi, të gjithë janë transmetues të Buhariut dhe të Muslimit. Janë transmetuesit më të besueshëm. Tash nuk kemi dyshim që deri te ky tabi, gjeneratës dytë, nuk kemi dyshim se kjo është tonë për tina, kjo ka transmetuar, ka thonë këtë hadith pejgamberit. Faktikisht ky rregull qëndron tek Hanefit për këtij hadithi. Po Hanefi pranohet hadithi i tillë, sa është mursal, prej tabinëve për gjeneratës së dytë,
ka ra gjenerata e parë, sahabiu s'është me rëndësi e ditëm se të gjithë janë të pranueshëm në transmetim dhe kush e ka thonë këtë punë, ka thonë njëri prej tabiinëve të mëdhenj, i cili është i shqume si njeri i besueshëm, siç thotë Imam Dhahabiu, dhe i cili është prej dietarëve të kohës dhe po kathirul irsal. Hadith kur e ka përmend gjithër ka thonë pejgamberi alayhis salam. Do të shumë herë se ka përmend rrugën e transmetimit deri te pejgamberi. Ka pasur shumë transmetues që kanë dëgjuar pejgamberit alayhis salam. Dhe bos shojna Hanefit kanë thonë hadithi është i tillë. Normalisht tek tjerat mëdhëbe, te Shafi dhe te Hanbelit nuk prishet abdesi, vetëm namazi. Prishet vetëm namazi. Argument është thonë hadithi mursal në këtë rast, përveç që konsiderohet te dietarët e hadithit i dobët është mursal, na thamë që s'është ashtu se mendimi i zgjedhur është se mursali kur i plotson kushtet dhe kriteret e caktuara në këtë rast është i pranueshëm, thonë që i ka bën ndesh me el-usul. Ibn Qudami al-Mughni bashkë thotë hadith edhe mursal do të hadithi dobt dhe bën kundërshtim me usul. Çka bën me usul? Me rregulla, për çka ka synimin këto, qëllimin e ka bën ndesh me kiasin. Ndesh me kiasin kjo kritik drejtuar Hanefiva për shembull. Po në realitet dietarët e mëdhëbit ton kanë përmend kush do mundet më kthye në Nasb Raje ose në binajet e Imam Ainiut, ku kësaj çështje kanë dhënë hukun mbas pari bën ndesh me usul. Na kanë thonë që shpifja që është bëha Hanefive se kiasit i dhon prioritet ndaj rivajetit hadithit është shpifje. Kjo është argument se edhe hadithi i dopt sipas tjerëve të Hanefit kur bën ndesh kiasi bën. Çfarë është kiasi në këtë rast? Analogjia e sepse thon të qeshurit jashtë namazit nuk e prish namazin. Nuk e prish abdesin. Për ata edhe kur qeshëm na në namaz nuk prishet abdesi. Do të bëjnë analogji kias të qeshurit brenda namazit dhe jashtë namazit. Por derisa parimisht me ixhma të gjithë dietarët, edhe të Hanefitët dhe të tjerë, jashtë namazit me kesh nuk na prish abdesi. Atëherë siç dosh me na prish edhe brenda namaz. Normalisht na se pranojmë parimisht që është gjendje e njëjtë si namaz se jashtë namazit. Edhe nuk pranojmë që sipas dietarëve me thëbit ton që prishja e abdesit kur qeshum në namaz është parimore. Jo, ajo është përjashtim për rregullat. Për arsye se ajo është tazir, është tenim. Ase ti po qesh para zotit, po mos dëshkuese. Për ata hadithi ka për qëllim jo me kallëdu se qeshurit e prishën se prish, po qeshurit në këtë rast mbrana namazit me buhajgore e dol para zotit dhe po buhajgore para tina, ndëshkimi hadithi ka thënë që kjo është punë ndëshkimi. Për ata është e çuditshme kur është ardhur puna tek hadith mursal sane Ibn Taymije është munduar me bën një far baraspeshe, po jam refuzuar në tërësi. Ka unë sigurisht është e preferueshme. Asa ka më sonë hodhëm se tash hadithin kytëral si po them mursal ka disa prej dietarëve të Hanefive që i përmendin 12 rrugë transmetime prej 12 sahabëve të ndryshëm, disa prej 8 dhe 4 mursela të tjerë janë gjithashtu ose 3 plus ky e Buhari's 4 tjerë që tregojnë se hadithi ka bazë është në familjen shkencore me refuzuar. Edhe pse rrugët e transmetimit që më përmend sipas dietarëve të hadithit janë të dobta, po kur ka më shumë se një rrugë transmetimit dhe çështja është e njohur, dhe sipas asaj çështje kanë vepruar edhe pe sahabëve dhe pe tabiinëve, atëherë del që edhe kjo është më e sigurt. Kushtimisht po them vallai, ndoshta me vën po sjell shumë sigurt, po rrezikojmë. Rrezikoni me hub namazin. Yes. Pra da me shkuën sigurtën, ata po për këtu. Hanefit kanë thonë kështu për arsye se hadithi mursal i plotson kushtet, pranohet që është i Ebu Alis, s'ka dyshim që është hadith sahih. Ku është transmetuar prej Ibrahim an-Nakhaiut, prej Hasan al-Basriut, prej tabiinëve të tjerë, dhe është transmetuar prej 8 ose 12
Sahabë, marrësisht kush dal mu kthyen te gjarsisht e gjon në nasbërrajet e Imam Zejlejut ose në binajet e Imam Hajniut që i ka përmend krejt me rrugë transmetimit për çdo sahabiu veç. E tash kur e kemi fjalën që Abu Hanifja është herët dhe kjo çështje është dokumentuar për arsye se kanë edhe praktik. Atëherë na del që s'kem çfarë pa pranu që kjo është më mendim i zgjedhur se sa të tjerë. Asi obligojmë të tjerë me punu me këtë po argumentojmë me çef kemi që se kjo është xhamati duhet me vepru me këtë. Sa me rreziku namazin sepse dalja para Zotit dhe qeshja dhe më thonë vallahi gjosu bo veç po selome po hija dhe herë se krejt në rregullim nuk është në rregull se është deliktiron është mkat i madh që na e pejënohet moja pa kesh në namaz. Po është për ata në kur tim namaz do të kallëzojmë dhe qeshum, kallëzojmë që me zo që si jemi hequr namaz do të na po bëjmë hajgare me namaz. Dhe është mesele tjetër, mund të thonë rrjedhja e gjakut te dietarët e mëdhëbit ton na kemi për çështjeve a prish avdesin ose prish avdesin ndalja e gjakut. Me kon më të saktë, do kur gjaku del, dalja si dalje nuk e prish avdesin. Po rrjedhja e gjakut është ajo që e pri. Dalja si shfaqje me një si shfaqje po. Veç me u shfaq pa rrjedh nuk e prish. Ndërsa ajo tjetra e prish. Për ata transmetimi që është hadith mursal, apo më shumë se një tabi kjo. Atë është transmetuar edhe sahabë edhe si hadith në realitet, po shumë sahabë edhe prej tabiinëve kemi si mendim transmetuar. Nuk mundu me thonë këta kanë të dietarët e hadithit një parim thonë kur transmetohet prej sahabëve dhe çështja ndërlidhet me ibadete dhe sahabiu thotë kjo është kështu, atëherë mendimi i tij trajtohet si hadith. Nuk është çështje që i rrokun mendjes, do të është çështje që në shtot analogjisë. Kështu që na dalim me rezultat që sahabiu këtë punë nuk e ka zgjedh nga analogjia e kësaj çështje me një çështje tjetër, e çështjes që është pyet me një çështje tjetër. Po kur ka çështje me adhurime, me rituale, me ibadete, ashtu që kemi prishja dhe mos prishja e abdesit, atëherë e ka hukmin e rafidhën. Është rivajeti, rruga e transmetimit të sahabiu, deri te sahabiu në është e sigurt, e s'ka dyshim që është e sigurt. Pej Abdullah ibn Omerit kemi në muatat e Malikut që dalja e gjakut nëse rrjedhja humbet për gjak, praktikisht është pejsano që prish abdesin. Dhe prej këtu rivajetet që flasin me këtë që kanë më shumë se një prej tyre është transmetuar pej Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, prej tyre është transmetuar pej tabiinëve, është Tavusi që është njëri pej dietarëve më të mëdha të tabiinëve, është transmetuar pej Said ibn Musayyibit që është imami pak marrë që imam thamë i ka pranuar Imam Shafiu edhe tash po Burselin e tina pe ka vëshu pe tabiinëve të tjerë. Ndërsa pe Tavusi dhe pe Hasan al-Basriut prej Said ibn Musayyibit do të autori i Jawhar an-Naqi fi ar-radd 'ala al-Bayhaqi, rrugët e transmetimit janë të sigurt. Janë të sigurta. Fjalën e kem për al-Hafidh Ibn Turkmani i njohur ose al-Hafidh al-Qurashi që tash të ditë vonë është botuar dhe libri i tij që është për librave shumë të mira në hadith tek neve që mas Jawhar an-Naqi që përmendëm që është njëri prej kritikave më të mira që i është bërë Imam Bayhaqiut, njëri prej tash po thon arabëve shkencor më të hanefive që këtë kontributin e vet e ka kundërshtuar me për ata që ka përkryer me dhëbin e aq ka qenë fanatikun përkrohet me dhëbet të Imam Shafiut, so që Shafiut vetë thon çdo kush që ka pasur Imam Shafiun në farë mënyrë i ka obligim moral dhe fetar Imam Shafiut se ja ka trasu rrugën e ritualeve të sunetit dhe të Kuranit. Me përjashtim të Imam Bayhaqiut, ja që i ka bërë Shafiut, po Shafiu i ka bërë këtina. Tash çasi tregoni çasi niveli i kanë dhënë. Tash e ka një libër me emrin Sunan al-Kubra, ku të bën sipas kapitullit të hadithet edhe i jap shumë rëndësi me i dobësua hadithet e hanefive, që kanë muhadithin zakonisht. Për ata çuditna kur dietarët e hadithit bashkohor tash po them sidomos
thot hadithi është i dopt ose i pranueshëm, kush e ka transmetuar? Ka transmetuar Daraqutniu ose Bejhaqiu ose Khatib al-Baghdadi. Po flas për të vonë që janë të shquam për fanatizëm dhe të smur anti-Hanefi. Tyre që të bjen mas Tabaraniut. Këta praktikisht janë që synimi kryesor ka qenë me përzgjedhë dhe me i dobësu hadithet e Hanefive dhe me i forcu hadithet e atyre, dhe kjo çdo dy faqe me lexuar, këto e ndjen çdo lexu. Edhe ky është mendimi i gjithë, jo mendimi veçi janë. Por ata mendoj që librat e tyre kur është fjalët e përzgjedhja e haditheve të Hanefive bien, do të me i po edhe librat e tjera që thonë edhe nëse është fjalët e transmetues me i kështu edhe transmetues ose vlerësues të transmetimeve të tjerë që thonë se për ndryshe vlerësimet e tyre janë jo objektive, janë shumë subjektive, shumë të smut, fanatik të smur sikur do bashkëkohor që i kemi. Fatkeqësisht që disa i kemi edhe në Kosovë, fatkeqësisht fundërisht ajo. Sa ne i ka rrok kjo farsmuje nëpërmes Saudisë dhe praktikisht po punon vlerë me shfaqje të katën e Abu Hanifja, tash është bo Abu Hanifja synonimi i dobësisë në hadith. Brosha kjo është e çuditshme çfarë po emra të caktuar kur përmend po, ndërsa emra të caktuar më ndërrit janë bo deri në varshon që kush i ka njoft përpara. Me thonë vallai kjo është imam. Ku imam Tanash në tefsir, Kaldoni tefsir që ka shkruar asnjë. Një hadith asnjë. Ne aty vallai kanë shkruar mas atina pe shiritave kanë marrë kanë shkruar dosane. Se thotë aty dietar. Ai hoç me nivelin me mësoj xhamatin më san. Sa alem jo nivelin e dietar për cilta po ana po flasim për ta. Për ata gjithashtu dalja e gjakut është me atyre që është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithi është mursal, ka më shumë se një mursal, ka hadithe të transmetuar pe tabiin pe sahabëve, ndërsa disa që po munduan me thonë valla vetëm Hanefit janë veçuar, sa është ashtu, po ka pe sahabëve që kanë thonë me këtë çfarë, i kanë pas këtë mendim, ka pe tabiinëve që kanë thonë dhe ka prej bashkëkohanikëve të Imam Abu Hanifes, si Imam Thauriu, që e kanë thonë këtë çështje, Hasan al-Basriu, është pe kohanikët e Abu Hanifes dhe pe dhe tani dietarët e kurthon me kanë thonë Hanefit praktikisht na kemi fjalën për shumicën e botës islame. Ata e përbojnë shumicën. Sigurisht. Allahu a'lam. Profesor falenderoj shumë, Zoti shërbej për këto sharrime dhe ju shikues të nderuar që eshet në këto minuta me ne. Sigurisht pas sot emisioni i dytë i radhës rreth sharrimit të hadithit mursal, neve do të vazhdojmë edhe në emisionet e radhës siçdo të ajte, pra jemi direkt nga ora 17, gjitha këto janë emisione të incizuara dhe janë të transmetuara në emrin e Bashkisë Islame dhe të gjitha rrjetet sociale. Deri në emisionin e radhës, ju përshëndesim me selam aleikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.